Përshëndetje. Ministra e Bujqësisë, Anila Denaj, ende nuk ka dhënë dorëheqjen dhe nuk është marrë në përgjegjësi penale, edhe pse skandalet në sektorin që mbulon nuk kanë të sosur. Pasi lejoi pulën me salmonel të hynte në treg, pasi nuk ofron siguri ushqimore, e cila është detyrë e institucioneve në varësinë e saj, dhe pasi vendi ndodhet në kushtet e emergjencës kombëtare për sa i përket ofrimit sigurisë ushqimore, zonja Denaj nuk realizon sipas ligjit as asgjësimin e shpendëve të ngordhura pas rënies së gripit. Ligji parashikon strikt se duhet të ndiqet metoda e groposjes ose e djegjes, përkatësisht ligji 10.465 për shërbimin veterinar. Por ndërkohë, mediat dhe emisioni Piranjat kanë zbuluar se në fakt për asgjësimin e shpendëve të ngordhura po bëhet me renderim ose ndryshe bluarje. Këtë metodë e pas ka futur sirisi zonja Denaj me një urdhër të datës 4 mars. Urdhër ky që gjendet në të vetmin reagim zyrtar në kulmin e krizës, por i pa publikuar në fletoren zyrtare. Pra, nuk kemi zyrtarisht një akt të tillë, gjë që e bën edhe më të dyshimt procesin e rendering. Pse u fut kjo metodë? Kush po favorizohet dhe kush po bën pazar zonja Denaj? Ndërsa ministria dhe qeveria nuk kanë marrë asnjë mas për gripin e shpendëve, i cili ka dëmtuar mbi 450.000 krerë pula, deri tani e qindra mijë vezë, zonja Denaj duket se ka gjetur kohën për të suportuar një klient që ka lidhje me rilindjen. Nëse zonja Denaj shkel ligjin, nuk mban përgjegjësi, nuk bën transparencë, nuk jep dorëheqjen, çfarë pretende SPAK që të veprojë? Kur do të ketë drejtësi për mungesën e sigurisë ushqimore, e cila është në interes jetik për vendin? Partia Demokratike e ka prioritet dhe e konsideron sigurinë ushqimore si çështje të sigurisë kombëtare. Ne angazhohemi për të ndërmarrë një kurs reformash, masash dhe ligjesh dhe për të ofruar siguri ushqimore për qytetarët shqiptar dhe për çdo produkt made in Albania pas 11 majit. Ju falenderit.